Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar, lavdrojmë, qojmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës. I kemi shpjeguar në smundjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi ardhur tek orët e fundit apo momentet e fundit të jetës së tij. Kemi përmend edhe ata njerëz të cilët kanë ardhur së fundi dhe kanë vizituar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, prej tyre ka qenë Fatimeja dhe lajmet të cilat ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asaj në vajzës së tij radiallahu ta'ala anha. E kemi përmend se takimi i fundit i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me sahabët ka qenë namazi i sabahut në ditën e hanë, kur ka thirr ikameti. Zakonisht nuk kanë ardhur me thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u fal, për arsye se ka qenë ato ditët e fundit në smundjen dhe nuk ka arrit me dalë në xhami, kështu që është thirr ikameti dhe janë drejtu safat edhe ka dalë Ebu Bekri, si zakonisht me fal namazin, edhe kur është lidh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë afër, keni parasysh dhomën e Aishës, dhe transmetohet se kur janë lidh namaz e ka hap perden e dritarës, se ka pas një shikim, një mundësi me pa xhamatin, edhe ka hap perden edhe sahabët e kanë pa. Edhe kjo ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm për të gjithë ata, për arsye se ishte një moment që pas një kohë që ka qenë i smur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ishte ngritur edhe kishte shikuar dhe ishte një farë lajmi se është duke u përmirësu. Prandaj kjo gëzohen edhe bën një ushtim xhamia nga kjo ngjarje, edhe Abu Bekri e merr vesh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shikon, edhe don mu tërhek, por prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që rrin vend tanin atje, edhe se nuk do të vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mu fal, vetëm i ka shiku dhe ka buzëqesh, edhe një buzëqeshje jashtëzakonshme që i ka gëzu të gjithë sahabët, edhe Abu Bekrin edhe ata që kanë qenë prezent, edhe ka qenë një, sipas tyre e kanë paramenduar një paralajmërim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar të shërohet dhe është duke u përmirësuar. Prandaj e kanë fal namazin me një gëzim, me një lumturi, edhe masi që e ka fal namazin kemi përmend që Ebu Bekri i kërkon leje Aishës. Faktikisht i tregon Aishës, thotë masi ka filluar të përmirësohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkon në një shtëpi që kishte pak më larg qytetit, prafërsisht prej xhamisë 2 kilometra, edhe shkon në atë shtëpi. Edhe sahabët, një numër i tyre kthehen nëpër shtëpitë e tyre, për arsye se kemi përmendur që shumica e tyre kishin qëndruar në xhami nga meraku edhe derti se çfarë po ndodh me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ditë ka qenë ditë e gëzimit, por gëzim që ndoshta ata e paramendon se ka përmirësim, mirë po këto ishin momentet e fundit të jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se pasi që të kryhet namazi, ulet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shtrihet edhe fillojnë ato vështërsitë edhe dhimbjet më të mëdha. Kemi përmend që e ka pas një enë në një anë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me ujë të ftohtë, edhe kohë pas kohë e fuste dorën në atë enë edhe e lagte ballin për të larguar temperaturën edhe smundjen, dhe këtë e vepronte kohë pas kohë. Aisha radiallahu ta'ala anha tregonte në disa transmetime, tash une edhe njëherë po du me përmend që shumë ngjarje ndodhien përmend, nuk do thotë që krejt ashtu që i kemi përmend ne kronologjikisht i kanë qenë në atë formë. Për arsye se disa i kanë përmend disa gjana më herët, disa gjëra më vonë, por si ndodhi, këto janë ato që janë përmendur kryesisht prej ngjarjeve edhe prej transmetimeve kryesisht të sakta dhe hasen. Edhe Aisha thot e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në smundje, në fillim të smundjes, i frynte vetes, kuleudhat edhe kul huwallahun, edhe i bënte rukje vetes. Kur u rëndu shumë,
dhe s'kishte faktikisht nuk kishte mundësi me bë, thot Aisha, unë e bëjsha atë. Pra e frysha, e këndojsha këtë dua me durët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe e kapleja trupin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me ato lutje dhe me ato dua, ato leximit Kuranit të cilën e bënte Aisha në vend Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe e kemi përmenë se si në këto qastet vështërsis, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte ela inna lil mauti sakarat, që përkthimi është se vërtet vdekja i ka vështërsit e veta, i ka vështërsit, vjen dhe thot me vështërsi. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ballavaçu me dhimbje edhe me vështërsi, pra madje ka transmetime që pejgamberët vështërsia edhe dhimbja e tyre është më e madhe se njerëzit e zakonshëm. Prandaj edhe thoshte kështu se vërtet vdekja ka agonitë dhe vështërsitë e veta dhe binte shahadet la ilaha illallah, kështu vazhdimisht thoshte, edhe nga njerëzit e fundit që kanë vizitu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këto momente ka qenë kush? Usame ibn Zeid, hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam, pra djali i Zeidit që është rrit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është ai personi që kishte zgjedh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për komandant ushtrisë që faktikisht ka dalë prej Medinës edhe priste, s'ka mujt me zhvillu udhëtimin për shkak të merakut edhe rrethanës së smundjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me gjithë insistimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të vazhdojnë ata. Edhe Usameja vjen për me vizitu, pra nga kampi që ishte në jashta Medinës vjen për me vizitu, edhe Aisha radiallahu ta'ala anha thot, kur ka ardhë, nuk mund të mu me fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra nuk kishte mundësi me bisedu me të, por thot Aisha ja drejton të gishtin Usames edhe bënte me dorë lart edhe poshtë. Domthonë një lloj lutje sipas kuptimit që ka bë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë njeri, qoftë për ushtrinë që me vazhdu edhe mos me nal këtë urdhër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua ka dhënë, qoftë edhe lutje të përgjithshme. Kështu tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe ky ka qenë njërin nga personat e fundit që e kanë vizitu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ato momente. Pastaj shkon Usame bin Zeidi, edhe thot Aisha fillon t'i vështërsohet edhe më shumë gjendja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe çfarë bën Aisha thot e marr ulet në shtratin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku zakonisht ka qenë i shtrirë, ulet aty edhe e vendos Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në gjoksin e saj. Pra gruaja Aisha thot e vendosi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në gjoks për shkak që me e mbajt. Ju e keni parasysh njeriu në momentet e smundjes, ajo afërsia, dashuria don me qenë më afër personit që e don edhe e vepron këtë, thot e afroj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në gjoksin tim, pra në gjoksin e saj, dhe aty e mban, edhe thot e dëgjoja Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që përshpëriste diçka në veten e tij. Dhe thot ja afrova veshin me dëgju se çfarë mos po kërkon diçka, mos po thot. Atëherë thot e dëgjova duke thonë bil anbiya was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa, që është edhe pjesë e ajetit, është edhe domethënia e cilës është që me pejgamberët dhe të sinqertit dhe dëshmorët dhe ata njerëzit e mirë dhe sa shoqërues të mirë janë ata. Pra që e thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faktikisht thot kur e dëgjova kët më kujtu një thanje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë jo i smur, që kishte thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vërtet pejgamberët nuk vdesin pa marrë leje prej tyre meleku i vdekjes. Faktikisht para se m'ia marr meleku i vdekjes shpirtin, është një lloj aprovimi edhe prej vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një lloj aprovimi dhe dorëzimi që me dorëzu shpirtin. Edhe thot e kuptova që është në këto momentet e zgjedhjes, edhe nuk po na zgjedh neve, po pe zgjedh takimin edhe shkuren në botën tjetër. Prandaj thot e thoshte ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la domthonë në shoqërinë më të lartëve. I ka dy kuptime. Kuptimi i parë, pra njerëzve që janë në shoqërinë e njerëzve që i përmendën pak më herët
pejgamberët, shuhadat, siddiqint, pastaj njerëzit e mirë, po e ka Rafiqul A'la, e ka kuptimin edhe në shoqërinë e më të lartit, që një prej emrave të Allahut të Madhërisht është A'la, domthonë në shoqërinë me Zotin e plotfuqishëm. Në këtë rrethon edhe një person vjen me bazë ziaret, edhe këtë e tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe ky ka qenë Abdurrahman ibn Abi Bakr, djali i Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhu, pra e ka pas emrin Abdurrahman, motra e Aishës. Edhe futet në dhomë në këto momente, edhe Abdurrahman ibn Abi Bakr e ka pas me vete një misvak, që faktikisht zakonisht në atë kohë e ka mbajt për mi pastru dhëmt. Edhe thot, kur e kum pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shikonte misvakun. E shikonte me një sy pak ma të veçantë, Aisha e vren, edhe thot sikur se mu duk që po ka qef misvakun. Edhe i thash ata dha misvakun, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë isharet me kokë. Thot e morra misvakun prej Abdurrahmanit, e ka rrotullu edhe ka anën, pra e ka zbut. E keni parasysh me pështymen e saj, Aisha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka përgadit për arsye se ju e keni parasysh misfaku e ka një lëkur, ja ka hekat lëkurën edhe ka ba pak mu ba si brush, edhe thot ja kom dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka pastru dhëmbët, po jo shumë, për shkak të fuqisë, edhe thot kjo ka qenë momenti i fundit, pastaj e largon atë, dhe duke thënë fjalët e fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ila rafiqil a'la, domthonë këtë kuptim në shoqërinë me më të lartin, me Allahun e Madhërisëm, dhe aty pra ndron jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe thuhet në transmetim që dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam masi që i del shpirti, prek në anë dhe mbetet në atë anën e ujit që e kishte pranë vetes. Kështu përmendet, edhe këtu në këtë moment i del shpirti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prezent Aisha e përcjell këtë ngjarje. Prezent thuhet se kanë qenë edhe gra tjera pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm Aisha, edhe Fatimia në ato momente ka ardhur, edhe fillon me qajt, si zakonisht për babën e saj, edhe thot ju përgjigje Zotit tën, edhe shkove do thot tek Zoti yt, edhe fillon me qajt Fatimia radhiyallahu ta'ala anha, edhe thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot në ato momente ku më di një erë të miskut, një erë të bukur, një erë të shishme, të mirë, që kam mbretëruar në dhomë, dhe nuk është dalë, nuk është humbë, ajo erë e mirë, e parfumit, një kohë gjatë, nuk ka dalë nga vendi, që kjo është edhe një përshkrim i vetë personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka shumë përshkrime, madje edhe libra që flasin për specifikat e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndër këto specifika ishte edhe era e mirë, që faktikisht ndjersës së tij ka ardhur erë e mirë i ka ardhur. Edhe këtë e përshkruan edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe tregon, ai thot vërtet në disa raste thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë, dhe kjo është një nga gjërat që faktikisht Aisha e konsideron që ka pas një privilegje më të veçantë se krejt njerëzimi në përgjithësi, madje nga gra tjera të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot vërtet ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën tem, domthonë në ditën kur e ka pas rënin me nejtë Aisha radhiyallahu ta'ala anha në shtëpinë time, domthonë në dhomën time, dhe në gjoksin e saj, pra në gjoksin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, edhe duke i pas pështymen e fundit, pra pështymen e Aishës radhiyallahu, domthonë atë lëngun e fundit të Aishës radhiyallahu ta'ala anhu në gojën e tij, për arsye se ka pas misfakun, siç e përmendëm pak më herët. Edhe këto i përshkruan Aisha radhiyallahu ta'ala anha, në disa raste transmetohet që ka thënë ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mes të gjoksit tim edhe qafës time, domthonë duke pas kokën në atë vend, dhe kjo ka qenë një privilegje, nuk ka dyshim për këtë grua të veçantë Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Shpesh herë e ka përshkruar këtë ngjarje dhe këtë ndodhi në hadithe të shumta, dhe në këtë formë faktikisht ka ndodhur ndrrimi i jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Më njëherë pas kësaj ndodhije, Aishaja, po edhe gra tjera, edhe Hafsaja, edhe gra tjera i lajmërojnë prindrit e tyre, njerëzit e tyre. Aisha lajmëron babën e vet, Ebu Bekrin, i cili thamë që ka qenë pak më larg, Omeri ka qenë më afër, dhe të tjerët, Aliu gjithashtu kanë qenë afër, edhe njerëzit e parë që kanë ardhur edhe janë futur në dhomë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, masi që kanë ndru jetë, kanë qenë dy persona, Omeri radiallahu ta'ala anhu edhe Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba Thaqafi, pra kemi përmend disa raste këtë sahabi që ka qenë i Taifit dhe janë fut këta dy bashk. Omeri radiallahu ta'ala anhu kur futet bashkë me Mughiren edhe shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam faktikisht ka ndru jetë, po Omeri nuk don me besu. Edhe thot sa rën qenë ka gjendja e tij, faktikisht prap nuk beson që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po thotë pas ka shumë rën gjendjen. Edhe rrin pak, Aisha thot kur dojnë me u fut në dhomë, trokasin, thot e mbuloj, se nuk ka pas hijab në atë kohë, kur ka ndash me ardha ata e ka vënu hijabin, edhe thot janë fut, kanë qëndru pak edhe Omeri ka thonë kështu, që shumë rën të ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aisha nuk ju ka përgjigj me thonë ka ndru jetë apo diçka, po e ka lënë ashtu, për shkak të respektit edhe situatës edhe rrethanes, edhe thot kanë fillu me u tërhek, me dal prej dhomës, Omeri edhe Mughira. Dhe duke dal, Mughira i thot Omeri, thot Omer, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë. Faktikisht ti po thu që është rënë, pa i ka ndru jetë, se Mughira ka pa që ka ndru jetë. Omeri në këtë moment kalon në atë situatën, në atë rrethanën e mosbesimit, edhe fillon me e qortu Mughiren. Thot ti jeni njeri që po lyp fitne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vdek edhe nuk ka me vdek pa e zgjidh ose pa i shfaros munafikët të cilat gjenden ende në mesin tonë. Domthonë mesin është fjala për në Medinë. Thot nuk ka vdek, po është do thot i smur, edhe e qorton, pastaj Mughira tërhiqet. Pra nuk vazhdon me diskutu dhe nuk vdes derisa Allahu t'ia mundson atij me i shfaros hipokritët. Dhe kjo ka qenë del Omeri prej dhomës edhe shkon në xhami, edhe tash mbretëron lajmi, është përhap lajmi, mirë po Omeri insiston që nuk ka vdek ende, nuk është do thot në situatën e vdekjes, madje në disa transmetime thuhet se ka thonë ka shku te Zoti i vet edhe do të kthehet kështu do thot ka qenë gjendja. Në ato momente arrin në vend kush? Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë më larg. Edhe kur vjen e shes që ka një tollovi në xhami, Omeri është duke i kërcënu që mos thojnë se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por nuk bisedon me ta, nuk futet, po direkt shkon në dhomën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku ishte i shtrirë, edhe futet aty dhe kur futet e sheh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe mërzitet, edhe i rrjedhin lot edhe thot o i dërguar im, edhe e puth në ball, edhe e ul kokën, edhe e faktikisht në gjoksin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam qëndron një kohë, pastaj prap e ngrit kokën, edhe shikon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e puth në ball prap, edhe prap qëndron atë formë, dhe kjo ndodh 3 herë. Edhe herën e tretë thot qofshin kurban prindrit e mi o Muhammed, je i bukur edhe i gjallë edhe i vdekur. Edhe e thot që ky faktikisht Ebu Bekri ishte i bindur se ka ndru jetë, nuk ishte ndonjë dilemë sikur këta tjerë, edhe e puth në ball edhe del prej dhomës edhe futet në xhami. Kur futet në xhami e sheh gjendjen e Omerit që është duke kërcënuar njerëzit, është duke mos leju që askush me thonë që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i drejtohet, thot o Omer ulu, i drejtohet edhe i thot o Omer ulu, por ai nuk pranon. Nuk pranon të ulet, i thot një herë, 2 herë e sheh, pastaj kur e sheh që e ka hub vetdijen, me një fjalë nuk është tu kuptu qartë se çfarë është duke folur, çka bën Ebu Bekri, niset drejt në hutbën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe hutbeja të nderuar vëllezër i ka pas 3 shkallë. Shkalla e parë, e dytë, tretë. Në tretën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hyp edhe ka marrë hutbën. Zakonisht ose fjalimet kemi përmend disa raste që nuk ka qenë veçantë vetëm në xhuma me hyp, po në raste ndryshme ka hyp Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe
ka marrë ndonjë shpjegim ose këshillim. Edhe Ebu Bekri vendos me hyp, kur mrin në shkallën e dytë, nuk hyp në tretën. Pse s'hyp në tretën? Për shkak të respektit që mos mjazon vendin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe qëndron në të dytin. Aty qëndron. Edhe kthehet ka sahabët në përgjithësi, edhe fillon falenderon Allahun e Madhërisht, çon salavatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka disa transmetime se me çfarë ka filluar në fillim. Në disa transmetime thuhet që mas pari ka filluar me ajetet wa ma Muhammedun illa rasul, që Muhamedi nuk është vetëm se është pejgamber, afa imata au qutila inqalabtum, nëse ai vdes apo vritet, a do të riktheheni ju, do të zbrapseni ju. Pastaj ajeti kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Pastaj ajeti innaka mayyitun wa innahum mayyitun, vërtet ti je i vdekur o Muhammed dhe ata të tjerë janë të vdekur. Thuhet se i ka lexuar këto ajete që aludojnë edhe paralajmërojnë vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e thot atë fjalën e famshme që ai i cili e ka adhuruar Muhamedin, le ta di që ai ka vdekur. E ai që ka adhuruar Allahun e Madhërisht, le ta di që ai është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Dhe kjo ishte fjalimi që i ka marrë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe këto ajete, edhe Omeri kur e dëgjon Ebu Bekrin me këto fjalë dhe me këto shpjegime që i bën, ndalet shtanget. Edhe atëherë fillon me u kthjell edhe thot e këto ajete janë në Kur'an. Faktikisht ai i kishte lexuar edhe më herët këto ajete, nuk është që nuk i ka dëgjuar Omeri, po ndodh me i harru, ndodhin mos me të kujtuar në ato momente, prandaj aty e kupton realitetin Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe në atë moment ulet. Faktikisht e lëshojnë kamt nga kuptimi i të vërtetës së ndodhisë. Pra në atë moment e kupton se me të vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë dhe nuk është gjallë. Prandaj edhe ulet në xhami edhe qëndron aty, nuk lëviz. Edhe të gjithë kthehen tek Ebu Bekri edhe dëgjojnë, edhe fillon të gjithë sahabët me çajt edhe me u mërzit për këtë rast edhe për këtë ndodhi. Në çështjen që ka thonë kush ka adhuruar Allahun, dije se Allah është i gjallë dhe nuk vdes, ndërsa kush ka adhuruar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dijeni se Muhamedi ka vdekur. Qëllimi i adhurimit këtu nuk është për qëllim që i ka bë ibadet në kuptimin Allah e na rujt pe shir, nuk është ky për qëllim. Dhe kur kush prej komentatorëve ose shpjeguesve nuk e kanë thënë që Ebu Bekri ka pas këtë qëllim, po qëllimi ka qenë që kush e ka lidh islamin e tij, fenë e tij, e ka varr me jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, le ta kuptoj se ai ka vdek, sikurse që ka ndodhur në betejën e Uhudit. E keni parasysh kur disa njerëz kanë kuptuar që kanë marrë lajmin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, çka i ka lëshu trupi dhe kanë lënë me shpatë, me luftë, me krejt, pra nuk kanë pas një lloj zemre më të vazhdojnë tutje me vazhdu betejën. E keni parasysh. Kjo ishte do të thotë kërkesa apo sqarimi e Abu Bekrit për arsye se adhurimi ynë është vetëm për Allahun, ndërsa feja vazhdon edhe pasi që ndron jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndryshon gjë, për arsye se ai na ka lënë në të vërtetën e pastër edhe të drejtë edhe të sqaruar më mirë, kështu që njeriu duhet me vazhdu edhe pas kësaj rrethane, e vështirë, po duhet me vazhdu. Të gjithë njerëzit ishin në një situatë të hutimit edhe të mërzisë të jashtëzakonshme, prej tyre Omeri, pastaj edhe Othmani ishte shumë i mërzitur, saqë nuk fliste fare. Edhe për Aliun radiallahu ta'ala anhu thuhet se ishte shumë, ka transmetime që shumë ishte në një situatë shumë të vështirë dhe nuk dinte se çfarë të veproj apo çfarë të thot, pra ishte një shok për të gjithashtu. Prej njerëzve së bashku me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu që kanë, me thonë kushtimisht, kanë qëndru apo e kanë këshillu xhamatin, ka qenë një person, ky ka qenë Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbasi, agja i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pak më i vjetër, edhe pse me islam jo shumë i vjetër, e ka pranuar islamin pak para çlirimit, megjithatë
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dashur edhe ka qenë prej personaliteteve që vërtet ka pas mençuri edhe ka qenë shumë i dijshëm, pra i respektuar. Prandaj tregohet në një transmetim që masi që e përfundon fjalimin Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, Abasi futet në xhami dhe thot, o ju njerëz, thot, a ka dikush për juve, dhe këtu vrehet edhe modestia e Abasit, për arsye se nuk ishte shumë i vjetër në Islam me ditë lajmet, sqarimet që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithet e kështu me radhë, ishin ata sahabët e vjetër, duke filluar prej katër haleve të tjerët në përgjithësi, të gjithë ishin me Islam shumë para Abasit. Prandaj thot, o ju njerëz, thot, a ka dikush prej juve që din diçka për këtë rrethon domosdoshmë të vdekjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që s'ka me vdek apo diçka nga kjo. Edhe mas pari i drejtohet Omerit radiallahu ta'ala, mos din ti diçka për këtë rrethon edhe për këtë situatë në cilën jemi. Edhe Omeri ndalet, a thot, jo nuk di kur gjë, edhe kur kush s'din kur gjë. Thot, pra, nëse nuk po dini, atëherë dijeni ajo çka është e qartë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka ndruar jetë edhe nuk është gjallë më. Pra, përderisa nuk ka ndonjë argument apo lajm apo sqarim apo shpjegim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk do të ndodhë kjo, pra nuk do të ndodhë vdekja e tij, pra nuk ka diçka që mundeni me e rënu, atëherë kjo është realiteti. Dhe ka thonë që i dërguari i Allahut qad dhaqa al-maut, do thotë e ka shiju vdekjen. Sikur që ka thonë kullu nafsin dha'iqatul maut, domosdoshmë çdo shpirt do ta shijë vdekjen, e ka shiju vdekjen, me një fjalë është ballavaçuar me rrethanën e vdekjes. Me një fjalë që ka disa transmetime që ka thonë Abasi, çka po mendoni ju, a ka mundësi me pas njëri dy ringjallje? Pra një ringjallje masi që ka vdek tash edhe një herë ka marrë ringjall, pastaj edhe një herë, një vdekje është edhe një ringjallje, nuk ka dy vdekje apo dy ringjallje. Pra një është me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe kjo ka ndodhur, tash ringjallja do të ndodh në momentin që ka premtuar Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famlar. Edhe këto ishin pra momentet e para të ndrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, momente shumë të vështira. Enes ibn Maliku thotë vërtet Medineja ka qenë një vend që kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bërë hijret, ka shëndrit mas ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë qytet të bekuar, mirë po thotë në atë moment që ka ndruar jetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka mbretëruar një errësirë, jo kuptimin fizik, po një lloj dëshpërimi dhe një lloj mërzie e madhe te krejt banorët e Medinës për shkak të kësaj ndodhie. E si mos jetë kështu, për arsye se vërtet vëllezër të nderuar, edhe në disa hadithe është transmetuar që vërtet fatkeqësia më e madhe me cilën është ballavaçu umeti në histori edhe ka mu ballavaçu edhe në të ardhmen, më e madhe që mundet mu paramendu edhe me ekzistu është vdekja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka mundësi asnjë fatkeqësi tjetër që me u krahasu edhe me u barazu me këtë ndodhi që ju ka ndodhur muslimanëve, sahabeve më konkretisht edhe umetit në përgjithësi. Pra ndrimi i jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është do thot një nga ndodhit apo ndodhia më e vështirë me cilën është ballafaqu umeti në përgjithësi. Çdo vështirësi tjetër, çdo sprov tjetër është nër kët. Pra nuk është mbi kët, po është nër kët. Dhe këtë e shpjegojnë ulemat në përgjithësi dhe ka hadithe të cilët aludojnë në këtë. Faktikisht në një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ballafaqohet me një vështirësi, le ta kujtoj vështërsinë time, le ta kujtoj momentin e vdekjes edhe ndrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për të ngushëlluar në një formë apo tjetër dhe të kuptuar se çdo vështërsi pas kësaj është e lehtë është më e nër kët vështërsi të madhe me cilën është ballavaçu umeti në përgjithësi. Prej ngjarjeve pastaj që ka ndodhur në këto momente ishte edhe ajo se tash çka më bë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë diçka e re, diçka e pa imagjinuar për asnjënin prej atyre. Askush se ka paramendu që ka më ardhur ky moment edhe kanë më ballavaçu edhe mos me qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam prezant edhe më tregu çka më bë tash. Pra në çdo moment e keni parasysh, edhe kjo është ajo
ndoshta vështërsia më e madhe me cilën u ballafaqu sahabët, për arsye se për çdo vështërsi, për çdo pikpyetje, për çdo rrethon, për çdo situatë e kanë pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çysh m'ia bë edhe e kanë gjetë zgjidhjen. E tash jo në një moment s'din çka me vepru. Prandaj edhe kjo ka shkaktu si situatë është vanu varrimi i tij. Ju e keni parasysh që ka hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferu edhe ka këshilluar që kur vdes njeriu që të varroset sa më shpejt. Është e mundur. Edhe kjo është porosia e hoxhallarëve edhe këtë muslimanëve në përgjithësi është praktikë që sa më shpejt me përgatit edhe me bë varrimin, mos me vonu. Mirë, po te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur vonesa. Kur ka vdek në pak para dreke, në ditën e hanë. Varrimi është bë të nesërmen në mramje. Pra është vonu për shkak të situatës së re, nuk kanë di çfarë të veproj, dikush ka thonë të bëjmë kështu, dikush tjetër kështu, si duhet, pra këto mos njohja, pa njohuri, e ka bërë që disa sene të vonohen. Prandaj, një prej gjërave që mas pari janë ballafaqu, ka qenë tash me pastru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo me lanë ashtu pa pastru. Kjo është edhe dilema. Tash me pastru, trupi i tij është i pastër dhe e kemi përmend për specifikave të tij, vërtet ka qenë trupi më i mirë, më i bekuar, më i bereqetshëm që ka prek në sipërfaqen e tokës. Tash a ka nevojë me pastru apo s'ka nevojë me pastru? Në anën tjetër e dim që shahidat nuk pastrohen për shkak të rrethanës luftës edhe të betejës, nuk pastrohen. Tash kanë qenë në dilemë çfarë me bë. Edhe mendimi ka vërtetuar që ta pastrojmë. Më mirë është ta pastrojmë edhe ta kryjmë këtë ritual ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po të ishte diçka e kundërt, atëherë do të paralajmëronte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për këtë veprim. Pra, në esencë i vdekuri pastrohet. Në këtë futet edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ke mundësi me bën ndonjë specifik nëse nuk kem ndonjë argument qartë. E keni parasysh, kjo është piknisja. Edhe kanë vendosur me e pastru. Po tash çysh me pastru? A mja hek rrobat, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me lanë me rroba, edhe kjo ka qenë një dilemë, s'kan ditë si me vepru. Prandaj edhe këto pikpyetje, mosnjohëri i ka bërë që të vonohen. Edhe thuhet se kanë qenë në këtë dilemë edhe deshti Allahu i Madhërisëm që me zbrit një lloj qetësie në tek njerëzit në përgjithësi, e posaçërisht e Ehlu Bejtit, që kanë qenë ata që janë marrë me çështjen e përgatitjes së Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për falje dhe varrim, edhe thuhet që i ka marrë gjumi, ka marrë një lloj klape, një lloj kotje e gjumit, edhe të gjithë pa përjashtim, edhe kanë dëgjuar një za, nuk i kanë ditë nga kush po vjen ai za, që me e pastru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke mos ja hekur teshat. Me pastru në atë formë. E keni parasysh ne kur themi tesha, na shkon mendja ato teshat e brendshme, setra, jo, zakonisht në atë kohë njerëzit kanë marrë një këmish gjatë si fustan. Kjo ka qenë ajo veshja Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nuk është që ka pas shumë rroba. Edhe në atë rrobë e kanë pastru Muhamedin sallallahu alajhi wasallam duke mos ja hek rrobat. Kush e ka la? E kanë la familja e afërt, më konkretisht Aliu radiallahu ta'ala anhu, Abbasi, agja i tij, Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas ka qenë djali i Abbasit, edhe Qutham ibn Abbas, këta katër kanë qenë. Gjithashtu prej tyre ka qenë edhe Usame ibn Zeid. Për arsye se edhe ky ka qenë pjesë e familjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, është rrit aty dhe ka qenë në shoqërinë, pra është konsideruar pjesë e familjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj prej tyre ka qenë edhe një shërbëtor që e ka liru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga robëria, që ka pas emrin Salih Maula Nabi sallallahu alajhi wasallam, edhe ky ka marrë pjesë. Këta ishin ata njerëzit të cilët e kanë pastruar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Tregohet në disa transmetime ka qenë një person që nuk ka qenë prej familjes. Ky ka qenë Aus ibn Khawl al-Ansari, al-Khazraji. Ky Ausi është prej sahabeve të njohur, ka marrë pjesë në Bedr dhe betejë tjera, dhe tregohet që kur kanë në shtëpi, kur kanë filluar me përgatitë edhe me bë gati ujin për me la pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ky Ausi ka ardhur dhe ka thirr Aliun radiallahu ta'ala anhu te dera, e ka thonë:
o Ali ka thonë lën me hyn mrena, se ka pas qef me qëndru në advent të përreqetshëm, edhe Aliu e ka fut mrena dhe ky ka qëndru. Ky ka qenë i vetmi jashta familjes, familjes afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka qëndru. Nuk ka marrë pjesë në pastrim. Pra, me qit ujë, me fërku Aliu radiallahu ta'ala anhu e ka fërku qashtu në roba, në tesh, në atë kamisën, në atë robën e tij, pra të tjerët kanë hudh ujë, tregohet që Aliu e ka marrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ka vendosur në gjoksin e tij, edhe e ka pastru, ja ka la durt edhe trupin e tij, duke i hudhur ujë të tjerët edhe duke mbajt të tjerët, Ausi ka qëndru edhe vetëm ka shiku, pra nuk është që ka marrë pjesë, ka shiku trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë pastrimit. Pra këta kanë qenë ata njerëzit që kanë marrë pjesë në pastrim. Dhe kjo është e kalu. Pastaj ka ardhur situata tjetër. Aliu radiallahu ta'ala anhu kur përmend çështjen e pastrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregon se thot e kum pastru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke vendosur në gjoksin tim, thot edhe pra ka pas erë të mirë, siç e përmend Aisha, edhe thot s'kam pa kur gjun nga ajo që mund të shihet prej të vdekurit. E keni parasysh zakonisht kur vdekuri pastrohet, mund të shihet ndonjë ndytësir apo diçka, te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është pa asgjë nga kjo. Dhe kjo ka qenë një specifik të dërguarit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu ta'ala anhu gjithashtu thot në një transmetim, edhe këtë po e përmendim, tregon që pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë pastru familja e tij, pra Ahlul Beiti, Aliu, Abbasi, këta njerëzit që i përmendim, thot, por po ta kisha mundësin tani, me një fjalë mu kthy, thot, atëherë nuk do të pranoja me e pastru Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vetëm se gratë e tij. Pra gratë e tij me marr përsi për pastrimin. Faktikisht një lloj pishmani, një lloj ndjenje që ma mirë ta kishin pastru Muhamedit sallallahu alajhi wasallam gratë e tij se sa dikush tjetër. Sidoqoftë, kjo është ajo që ka ndodhur, po nga kjo thanje e Aishës radhiyallahu ta'ala anha kuptojmë se vërtet ka në disa medhhebe, posaçërisht tek Hanefit, ka trajtime, tash po futem në aspektin e fikut, po nuk ka të keqe që gruaja me pastru burrin. Nuk ka të keqe, nuk ka diçka e ndalume në rrethana dhe në situata të ndryshme, për arsye se prap ai ose ajo mbetet burrë gru, edhe pse ka ndodhur vdekja, mbetet burrë gru, kështu që nuk ka të keqe me marr përsipër pastrimin. Ne përmendëm edhe javën e kaluar që i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aishës që nëse vdes para meje, unë do të kisha do të kisha pastru, do të kisha qefinosa, do të ta kisha fal namazin. Edhe nga kjo po kuptohet e njëjta që edhe burri me la gruan nuk ka të keqe. Pra nuk është diçka e ndalume, ashtu siç mundet me pretendu dikush, dhe ka argumente trajtime kjo, s'po ndalim në aspektin e fikut, mund të diskutojmë kur arrim atje në Bulughul Maram, sidoqoftë, kjo është ajo çfarë përmenden në lidhje me pastrimin. Pastaj, kur është kry pastrimi, tash është dilema tjetër, ku me varros edhe qysh mja fal namazin e xhenazës. Pra edhe këty dy dilema kanë qenë që nuk kanë ditë si me vendos sahabët, si mja ba. Fillimisht për faljen e namazit, nuk kanë ditë si mja fal, ose kush mja fal. Edhe si kurse është ba një lloj dakordimi i krejt sahabëve, pa ndonjë dilem ose ndonjë diskutim, që secilin vete mja fal namazin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos mu fal zakonisht që falet namazi me namazi i xhenazës me xhamat, muradhit safat me qit përpara, për arsye se po kuptohet nga praktika që nuk e kanë lëviz trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga dhoma fare. Në asnjë, edhe në pastrim e kanë pastru aty, edhe në falje e kanë fal aty, edhe në hapjen e varrit vetëm e kanë largu, e kanë hap varrin, pra nuk e kanë nxjerr nga dhoma fare mo. Prandaj edhe e kemi përmend që ai momenti i fundit kur është fut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë dhomë, nuk ka dalë nga ajo dhoma ende, pra deri në ditën e gjykimit. Pra aty është trupi i tij, salawatullahi alaihi. Pra edhe është vendos që të falet namazi me secilin vete. Pra jo me xhamat, pra grupe me u fut në dhomë, sa ka mundësi
3-4 vetë, 5 veta dhe secili mja fal veç pas namazin, edhe kjo gjithashtu ka marrë një kohë gjatë, për arsye se këtë banorët e Medinës kryesisht ja kanë fal namazin, kush ka pas mundësi, pra ka qenë i aftë edhe ka mujt me ecë, ka ardhur dhe ka fal, edhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët përmendet në hadith, pra edhe fëmijët ja kanë fal gjenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje përmendet edhe robret, edhe robreshat. Pra të gjithë ja kanë fal gjenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam secilin vete. Dhe në këtë mundem me thonë lirisht që ka ixhma në këtë praktikë. Pra nuk është që dikush ka thonë jo ka qenë tjetër formë falja apo tjetër mënyrë, në këtë formë, pra të gjithë sahabët ja kanë fal gjenazën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka elaborime, trajtime të ulemave pse ka ndodhur kjo veç mas mia fal. Disa kanë thonë për arsye se pra Allahu i Madhërisht na ka urdhëruar me qu salavat edhe me ulut edhe me ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam individualisht, prandaj edhe është bërë kjo falje në formë individuale. Sidoqoftë nuk kem diçka direkte në sqarimin e kësaj praktike, mirë, po kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Pastaj pas kësaj është krijuar ajo dilema ku me varros. Siç me çfarë vënë, disa kanë propozuar me çun Baqi' tek sahabët tjerë të cilët kanë vdek qoftë gjatë luftrave dhe pra që janë varros muhaxhirët edhe vende tjera, edhe njerëz të tjerë të afërt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë ky propozim, por Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu e përmend, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një hadith që ka thënë vërtet pejgamberët janë varrosur në atë vend që kanë vdekur. Edhe ka qenë propozimi i tij që të varroset në atë vend ku e ka ndruar jetë, do thotë ku e ka dhënë shpirtin. Edhe këtu bëhet dakordimi, edhe kjo gjithashtu ka qenë një privilegje edhe për Aishën radiallahu ta'ala anha që më varros në dhomën e saj, edhe e largojnë pra gjatë pastrimit trupin edhe e hapin varrin. Gjithashtu edhe këtu ka diskutim çysh është bë hapja varrit, për arsye se dy metodologji kanë bë në hapjen e varrit që janë të njohura, ash-shaqu wal-lahdu, i thuhet në arabisht. Ash-shaq është kur hapet varri, do më hapet varri, pastaj kur vendi ku vendoset trupi në mes, bëhet një hapje e, domethënë sa është trupi i njerit, edhe aty vendoset gjenazja, trupi, edhe pastaj mbulohet me diçka, me tulla apo me diçka, pastaj vendoset dheu. Kjo është ash-shaq. Kurse el-lahd, faktikisht kjo ka qenë praktikë e Mekasve. Praktika e Medinasve ka qenë el-lahd, që tek ne kryesisht varrimi bëhet prafërsisht kjo, po nuk është edhe bashkë kjo lahti që e themi, pra bëhet varri, edhe thash nënën e djathtë të varrit, bëhet një grop pak ma e thellë, domthonë anë, edhe aty vendoset gjenazja, edhe pastaj vendoset diçka, një mburoj për mos me leju dheu me ra në trupin e të vdekurit, edhe mbulohet varri. Edhe kjo është forma si është varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë mënyrë ka edhe këtu ka pas debat, me thonë kushtimisht edhe trajtim sahabët se si do t'ja bëjnë, mirë po kanë qenë dy njerëz njohur në Medinë që kanë qelë varr, edhe i kanë thirrë dytë. Njëri ka pas metodologjinë e parë, tjetri dytin, edhe i pari ka arrit ky që ka pas metodën e medinalive, domthonë atë anën e lahdit, edhe atë e kanë zgjedhë dhe kanë vepruar në atë formë, e kanë vendosur aty, edhe e kanë mbulu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për mbulimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregohet se Fatimeja radiallahu ta'ala anha thot kur Enesi radiallahu ta'ala anhu thot kur e varrosu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dolëm e takova Fatimen, vajzën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Fatimeja duke qajt ka thonë o Enes, po qysh keni mujt me vendos dheun trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formë të mërzisë edhe të situatës edhe të rrethanës, se sa ka qenë, do thot, do më qysh keni arrit me bë këtë vepër që me mbulu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vërtet nuk ka qenë e lehtë për asnjënin prej tyre, mirë po kjo është ajo rregull edhe ligji që na ka mësuar
Allahu i Madhërisht na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë qenë vet atë çka jemi mësuar, megjithëse ka qenë e vështirë edhe e rëndë për secilin prej sahabeve. Prandaj edhe e tregon edhe Enesi radiallahu ta'ala anhu këtë thanje të Fatimes që tregon se sa e mërzitshme dhe sa e rëndë ka qenë për ta me bë këtë vepër, por kanë qenë do thot në situatën që janë detyruar me kry këtë punë. Prej gjërave që përmenden gjithashtu që mos me shku ma gjatë në çështjen e varrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo se tregohet mas një kohe Ebu Bekri edhe Omeri shkojnë me bë ziaret një grua që ka qenë Ummu Ejmen, që zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë ziaret. E thot kur shkojmë aty edhe fillon ajo me çajt, edhe me umërzit shumë, edhe Ebu Bekri don me e ngushëllu në një formë, me thonë se kjo është do thot një realitet që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pozitën e lartë në xhennet, nuk bën me umërzit kaq shumë edhe ka gradat më të larta. Ummu Ejmen thot o Ebu Bekri thot nuk po çajën për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka shku keq, po çaj se nga ky moment është ndërprer shpallja, s'ka më shpallje për njerëzimin edhe me ndrimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ndërprej edhe shpallja derisa të ekzistojë kjo botë. Dhe kjo është thot arsyeja pse po çaj, edhe pastaj edhe për këtë shkak kanë çajt edhe Abu Bekri edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe kjo është realiteti vëllezër të nderuar, vërtet me varrosjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ndërprej edhe ai komunikimi që ka ekzistuar mes krijuesit ton Allahun të plotfuqishëm edhe njerëzimit konkretisht me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe është ndërprej shpallja. Dhe kjo është ajo çfarë na mërzit neve më shumti, për arsye se vërtet kjo është diçka që s'ka më lidhjen mes krijuesit edhe krijesave në përgjithësi, sikurse që ka qenë shpallja edhe përcjellja e Kur'anit edhe zbritja e Kur'anit në një periudhë për 23 vjetëve. Këto ishin në përgjithësi ngjarje të cilat përmenden në lidhje me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra një ngjarje që vërtet ka qenë e rëndë edhe për mua me e shpjegu, mirë po rrethanat janë që kemi arrit në këtë fazë të shpjegimit të ndodhive, edhe jo mundu me i shpjegu ato çfarë kam arrit me i përmbledh në përgjithësi nga librat e sirës në përgjithësi. Thash edhe pak më herët, nuk është që ju kom përmbajt në një përcjellje kronologjike, për arsye se edhe kjo nuk ekziston. Në fakt, përcjelljet janë të ndryshme edhe format të ndryshme, por ju mundu me bë një lloj përmbledhje për me pas parasysh edhe më të qartë në përgjithësi se si ka ndodhur edhe kjo ndodhi e vështirë për umetin në përgjithësi. E inshallah vazhdojmë me derset e radhas, neve me këtë ders pra e përmbyllim fazën e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah pastaj fillojmë me një fazë tjetër që nuk do të jetë shumë e gjatë sikurse kjo, që ndërlidhet me ngjarjet të cilat janë zhvilluar mas ndrrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si është bazë zgjedhja e Abu Bekrit, pastaj Omerit edhe disa fitne edhe zhvillimet të cilat kanë ndodhur mesin e sahabeve fillimisht, po edhe pas tyre në historinë islame. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah e shpërblet.